Më 28 dhjetor, Kosova voton. Zgjedhjet nacionale përcaktojnë drejtimin e ardhshëm të vendit. E në këtë garë, Bedri Hamza kandidon për kryeministër nga Partia Demokratike e Kosovës. Si pjesë e plan programit të tij, Hamza ka prezantuar 5 zotime konkrete për qytetarët. Ai ka deklaruar se me marrjen e mandatit, pagat në sektorin publik do të rriten për 50%. Sipas tij, të gjitha pensionet gjithashtu do të rriten për 50%, përfshirë ndihmat sociale. Pensioni minimal, thot ai, do të jetë 250 euro. E një tjetër zotim lidhet me tatimet. Hamza ka paralajmëruar uljen e tatimeve mbi paga, që punëtorët të kenë më shumë të ardhura në fund të muajit. Kandidati për kryeministër ka thënë se TVSH-ja për produktet esenciale do të ulet, ndërsa për disa prej tyre do të bëhet zero me qëllim uljen e çmimeve. Zotimi i 5 lidhet me energjinë elektrike. Hamza ka deklaruar se TVSH-ja për energjinë do të hiqet për fatura më të ulta dhe më të përballueshme. Më 28 dhjetor, vota është vendimtare. Për këto zotime dhe për këtë program, votoni numri 130 Partinë Demokratike të Kosovës.